pëlqen juve ora e teknologjisë dhe informacionit? Po çfarë ju pëlqen më shumë tani? Ju pëlqen të godoni apo ju pëlqen të bëni eksperimente përmes teknologjisë? Ashtu, po edhe godimi ju mëson, sepse nëpërmjet godimit juve tani bëni edhe eksperimente, apo jo? Në klasën e dytë, tu në shkollën Gjon Buzuku, mësuese Bleka ka vendosur që orën e diturisë natyrës ta organizoj pikërisht këtu, në Smart Labin ton, në laboratorin inteligjent, ku t'i tregojnë nxënësve të klasave të dyta se si realizohet një qark i thjesht elektrik, por të mos ja tregoj vetëm me mjetet që ne i disponojmë në laborator, por t'ja tregoj përmes platformës FEK, që është një platformë që jep mundësinë që përmes teknologjisë, pra nëpërmjet kësaj platforme, ju si nxënës ta shikoni edhe të kuptoni edhe më mirë se si realizohet një qark i thjesht elektrik. Kjo është mënyra se si ne jemi duke punuar që laboratorët inteligjent t'i përfshim në të gjitha lëndët, që përmes platformave interaktive t'i vim në ndihmë mësuesve që jo vetëm në lëndën e teknologjisë dhe informacionit, jo vetëm për programin CodeMonkey, pra duke filluar në klasa e parë, por edhe për lëndët e tjera, sikurse janë gjuhë të huaj apo dhe gjuha shqipe, teknologjia na vjen në ndihmë, duke e bërë mësimin edhe më të kuptueshëm, edhe duke e bërë mësimin edhe më tërheqës. Kështu ne nxisim jo vetëm aftësitë kreative të nxënësve, por nga ana tjetër nxisim edhe mendimin kritik, e bëjmë mësimin më interesant dhe nxënësit i përfshijmë edhe më shumë në këto lëndë përmes përfshirjes së teknologjisë dhe informacionit dhe përmes këtyre investimeve që ne jemi duke bërë në përshkolla. Kemi 316 laborator, të cilët tashmë janë funksional, janë 25 laboratorë të inteligjencës artificiale në gjimnazi, të cilët ne mbështesim nxënësit e viteve të para, dyta, treta për të rritur aftësitë e tyre digjitale, por edhe përmes programimit apo kodimit për të zhvilluar edhe më shumë aftësitë e tyre. Dhe jemi duke i shfrytzuar maksimalisht këto investime që ne kemi bërë për të rritur aftësitë e nxënësve, por edhe për mësuesit që jo vetëm ta bëjnë lëndën edhe më tërheqëse, por edhe për të mundësuar që gjithë platformat që sot ekzistojnë për mësimdhënien të mund të jenë pjesë e programeve tona në ciklin nëntëvjeçar apo edhe në ciklin e mesëm. Do të vjojmë me investimet në të gjithë rrjetin e laboratorëve smart, 654 laboratorë smart do t'i shtohen shkollave tona në 2 vitet të ardhshme, duke bërë të mundur që rreth 1000 shkolla pra të jenë të pajisura me laborator smart dhe të gjithë nxënësit të kenë akses në të gjithë platformat digjitale dhe mbi të gjitha të kenë mundësi që të rrisin aftësitë e tyre digjitale në një botë që zhvillohet shumë shpejt, që ecën në një mënyrë shumë të shpejtë dhe që kemi nevojë që edhe ne të pajisim nxënësit tanë, brezat e rinj me aftësitë më të mira, sikurse janë aftësitë digjitale, të cilat do i duhen në të nesërmen e tyre si profesionist, por edhe si qytetar për të shfrytzuar sa më mirë këtë pasuri që është pikërisht bota e madhe e teknologjisë dhe informacionit dhe për ta përdorur në të mirë